Allahu xhallahu po thot ashabel fil, shoqërues të elefantit. Mirë, kush kanë ka marrë me veti? Këta elefanti këta. Kush ka thonë hajde po shkojnë me me çapën? Elefanti ka thonë Ebreheja. Po atëre pra s'po përput ashabel fil. E pse pra ka këtë kuptim? Për shkak se të ndërvëllezër në këtë rast e kanë humb privilegjin e kategorisë njerëzore për shkak se e kanë keq përdor mundësinë që Allah e ka dhënë në raport me kafshën. Në këtë rast, vënë se njëri më udhëheq kafshën, kafsha e ka udhëheq njërin, apo. Ashabul fil. Nëse marrëm për shembull të ndërvëllezër dy palët, njerëzit, shoqëruesit, edhe për marrëm Ebrehen dhe ushtrin, edhe elefantin. Ebreja kur nis me rrezu çapën. A ka qenë veprimi i tij në përputhje me e përsi që Allah e ka hapsi njëri? Jo, i ka çpërdor. Të ka pa Allah mendjen, të ka pa Allah azogjen arsyen, të ka pa Allah begatin, është dash me këto me kuptuar se çapja spreket. Apo? E ke çpërdor. Kera me njerë bjen. Ndërsa elefanti, kër e ka ngu Ebrehen, a ka bo mirë, a ka bo keq? Kër e ka ngu elefanti Ebrehen, a ka bo mirë, a ka bo keq? Ka bo mirë, se e është kriju për me ngu Ebrehen, njerin. Elefanti së mërvesh, a e të shku mërzu qapër e që përpan ti. Aj është i nështru më njerit, apo? Andaj, në bazë të qëllimit të krijimit, qaj që e ka realizu qëllimin, qaj e ka udhëheqjen ato. E fatkeqësisht kur kafsha e realizon qëllimin e krijimit më mirë se njeri ato. Andaj njeri bashkangjitet kujna bëhet xhamati kafshës. Shikoni dallimin për shkak me banorët e shpellës. Me banorët e shpellës. Është e kundërta ato. Kur ka folë Allah për qenin, apo a ka thonë për banorët e shpellës, shokët e qenit, a ka thonë kelbum, qeni i tyne. Ka thonë qeni i tyne. Ata janë e përsi. Pse ata kanë udhëhequr qenin që është duhet. Në rregull, ju e keni kryer qëllimin që është duhet, andaj e meritoni e përsinë e udhëheqjes së kafshëve. Momentin kur e keq përdorni pozitën, bëni pozitë më të ulta.